Me u parku në Fushë Kosovë, për një ma është bo sport ekstrem. Nga që 7 vjetë jam në Fushë Kosovë. Po. Bone, livrit e kirën, pashmo. Zgjosh me nxas, ke shku në punë, besa edhe kolonës pas ditës i ke mbjetu. E kur kthehesh sërish në shtëpi, e din që minimumi 20 minuta ki me usill për rreth lagjës për me e gjetë një vend parkim. Edhe po, rrezikon edhe dënim me gjobë. Sikur nuk mjafton me kaq, e ke gjetë parkingun, e seriozisht njihesh sikur me fitu medaljen e artë. Mirë po, krejt kjo lumturi shuhet të nesër me mëngjes, kur zgjohesh për punë e sheh gjobën. Në ndërkohë, çka po bën komuna? Ku janë ata që din veç votën me ardhmën e lyp, e kurrë hall mos me na zgjidh? Çka po bën komuna? Apo vazhdojnë me u dhënë leje ndërtimi hala çdo ditë? Ndërtesat po shtohen, banorët po shtohen, besa edhe veturat po shtohen. Po parkingjet? Askund. Sot qytetarët detyrohen me u parku në trotuare, besa edhe në hymjet në ndërtesave. Jo sepse duan, po se vërtet nuk kanë zgjidhje tjetër. Pyetja për institucionet e Fushë Kosovës është shumë e thjeshtë. Pse duhet me u dënu qytetari nëse nuk ka parkim? Sepse parkingu është problem që qeveriset komunale ndër vite ose nuk kanë ditë me planifiku, ose për interesa krejt personale kanë leju ndërtime në qytetin më të ngarkuar në Kosovë. Apo japen leje të ndërtimit pa u mendu fare se ku kanë me u parku qytetarët. Shtok të numrin e madh banorëve që vinë nga qytete tjera për punë. Kaos total. Fushë Kosova është qyteti me rritjen më të havshme të popullsisë që nga pas lufta. Mirë po, nëse pretendohet të mbahet ky trend zhvillimi, ditë ju them se zhvillimi nuk matet me numrin e kateve, por me cilësinë e jetës qytetare. Kjo situatë nuk është më veç e bezdeshme. Është problem serioz me të cilën përballen banorët e Fushë Kosovës çdo ditë. Komuna duhet me dhënë përgjigje.